trajtu për veshkën, për gurin, po minutat i kemë të kufizun. Unë doja për fund krejt, t'ju drejtoheshim edhe shikuesve tonë ata të cilët vetëm e kanë bërë këtë intervenim të largimit të gurve, ka diçka që duhet ta kenë shumë parasysh me veten e tyne, në mënyrë që nëse jo me u përsërit, nashta përsëritet gjithsesi, po të paktën 5 vite, 6 vite të ardhshme të keni shëndet pak më të mirë. A ka diçka që Ujë me pi më shumë, me u shmang produkteve të kafes, pijeve të gazuara, do me thonë të përdoret dhe të konsumohet ujë dhe çaj nëse më shumë, edhe të kenë kontrollat e rregullta të neurolog me ankesën e parë të tyre, posaçërisht ato pacientë që kanë anamnezë pozitive sa i përket gurëve, qoftë më herët, qoftë që kanë eliminuar në mënyrë spontane, kanë eliminuar përmes procedurave laserike dhe cilës do procedurë tjetër, do me thonë të kenë një kujdes pak më të shtuar, po mos letë që të bëhet një veshkë më e dëmtuar, më e madhe, edhe